Të përndjekurit politik nisën nga Shkodra ditët e kujtesës kushtuar viktimave të arrestuarve dhe internuarve gjatë regjimit komunist. Homazhet dhe kurorat me lule u vendosën në monumentin kushtuar atyre që humbën jetën nga regjimi i egër totalitar, ku Shkodra ishte qyteti që e vuajti më shumë se të gjitha të sistem. Për 35 vite politika shqiptare nuk e ka kryer detyrën ndaj kësaj shtrese, thanë në fjalën e tyre të përndjekurit politik. Ende sot figura diktatori shfaqet haptazi në çdo cep të Shqipërisë më shumë se ajo herojt kombëtar, ndërsa në shkolla nuk mësohet siç duhet kjo përjull. Mos harrojmë se kanë kaluar 35 vjet edhe figura e kriminalit Enver Hoxha, Lugatit, Ala Shifet, Aneman edhe më shumë se heroi jon kombëtar Skënderbeu. Mos harrojmë se kanë kaluar 35 vjet dhe kujtesa historike nuk futet në shkolla. Ata njerëz që drejtojnë janë budallë? Jo, janë shumë zgjut. Pse nuk e vënë mësimin shkollor? Mos harroni që e ne vazhdojnë filmat propagandistik të kohës komunizmit, ku kleriku shpallet i poshtër tradhtari moral, intelektuali që ka bërë shkolla perëndimore ai poshtër. Që Borgjesi që duhet gjanë të rastarë, edhe me këtë frim këto filme edukojnë, kërkush nuk e qëzanin. Do t'ju kërkojmë dhe institucioneve ndërkombëtare që unë dua pasaportën europiane, absolutisht, por jam pasardhës atyre që kanë themeluar Evropën. Dhe nëse nuk bëhet rishkrimi i historisë, dekomunistizimi i Shqipërisë, ne kemi falur dhe kemi 35 vjetë, ne s'kemi vrarë asnjëri, as nuk vrasim. Se nuk kemi si ata, as nuk do bëhemi kur. Por edhe aq të lodhur sa t'ja u falim fare dhe mos ta bëjmë historinë për fëmijët tanë, për pasardhësit tanë, nuk kemi. Demokracia nuk ka ardhur hala në trudhën shqiptar. Demokracia fillon atje ku janë bashkëvujtësit të mi. Kjo përkujtimore, po t'ishin liderit e demokracisë, demokrat do të mushte ky shesh me plagët tona. Por, shikjoni mirë, se nuk vjen demokracia prej kamaleonëve të kuq. E një nërë ata, kamaleon, ashtë Berisha. Numri 2 i Partisë Demokratike Luciano Boçi akuzoi kryeministin Rama se ashtu si paraardhësit po përdor premtimet për të gënjur shqiptarët, ndërsa krimet e komunizmit janë një mesazh për të mos harruar. Falje dhe ndjes ka kërkuar Partia Demokratike dhe bën këtë për atë dëmshpërblimin financiar. Po nuk është termi financiar ai që plotson nderin e këtyre burrave dhe grave. Jo, është respekti, është historia që duhet përcjell, duhet mbajtur gjallë, sot dhe ndër breza, e cila me qëllim sot luftohet, ndërsa më parë regjimi e kishte luftën me politikën, me njerëzit që e mbartnin politikën. Sot luftën e kanë me kujtesën, e kanë me historinë. Dashur miq, mos kemi iluzione. Ata që janë sot, janë po ata që ishin dje. Dhe kanë lindur nga i njëjti bark. Ka ndryshuar vetëm pozicioni i yllit. Dikur e kishin ball, sot e mbajnë gjoks. Dhe dikur premtonin lugën e florit, ndërsa sot premtojnë pasaportën e BE-s. Vetëm së bashku mundemi të ndërtojmë demokracinë e vërtet, aq të dëshiruar prej nesh ishte mesazhi që mbylli këtë aktivitet. Pas Shkodrës, ditët e kujtesës së qendresës kundër krimeve të komunizmit do të vazhdojnë në Ishburgun e Qafbarit dhe atë të Spaçit, në përkujtim të revoltave të ishte burgosurve politik.